Pacha me ju o vëllezër dhe motra, sot liturgjia e fjalës na sjell dy tema. Një është miqësia e tema tjetër është martesa. E në këto dy gjëra është të rëndësishme që ne ta shohim Jezu Krishtin. Nuk e di sa miq të ke, ose miq të vërtet, ose nëse mendon se nuk ke asnjë, nëse mendon ashtu je zhgënjur, kjo nuk është realiteti. Kemi të paktën një, miku më i mirë, Jezusi. Ai na ka marrë ne si miq të vet. Ai na ka zgjedhur ne. Ne nuk e s'kena zgjedhur atë. Ai përpara na ka zgjedhur. Edhe ai thot që dashuria më e madhe që dikush ka mundësi me tregu është me dhan jetën e vet për miqtë e vet. Edhe këtë gjë ka pa Krishti për ne. Por ai që dëshiron që ne të jemi ngushtë me të, ai na thot, ju jeni miq të mi nëse bëni çfarë ju them, çfarë ju urdhëroj, sepse ai don të mirën për ne. Edhe prova është që ai ka dhënë tërësinë e jetës e vet për ne. Edhe në martesë ai na thot që në fillim hyi kishte menduar, ka menduar këtë gjë që burri dhe grua të jenë një gjë vetme, të pandashme. Edhe shifte mundur, sepse martesa është pjesëmarrja në dashurinë e Krishtit me kishën. Edhe askush ka mundësi, asgjë ka mundësi me na ndarë prej dashurisë e tij. Për këtë arsye martesa është e pandashme. Pse Mojsiu kishte lejuar që divorcin për ngurtësinë e zemrës. Edhe Krishti ka dëshirë me na bënë krijesë të re, ne njerëz të dobët, unë jam i pari, që shumë herë kena shumë të ngurtësinë në jetën, në zemrën tonë, që na është vështirë me dash të tjerët, me dash burrin ashtu siç është, me dash gruan ashtu siç është. Mirë, Krishti në kishën e vet ka mundësi me na shndërru zemrën me fjalën e tij, me sakramentet, sidomos edhe me sakramentin jo vetëm e pagëzimit, por edhe sakramentin e faljes, e pajtimit, e rrëfimit, edhe duke ushqyer jetën tonë me sakramentin e Eukaristisë së Shenjtë, tërkurajo le të dorëzojmë Krishtit zemrën tonë, që të mund të na ripërtëri në njësim me të me të tjerët, edhe që të mund të ripërtëri edhe martesën tonë, që grua të mund të shoh në burrin me të vërtet Krishtin, pavarësisht me katet e burrit, me pa Krishtin e të, edhe burri me pa në gruan, me pa kishën, e me pas dashurin që Krishti ka për kishën e vetë. Kurajo, Zoti do të na ndihmoj, edhe me problemat që ne kemi edhe me shoshitjen, të gjë për të rinjt, është shumë e rëndësishme që në shoshitjen për martesën të mos të jena drejtuar prej ndjenjave, prej interesave, por që të jena udhëhequr prej vullnetit e Zotit. Ky burr, kjo grua, me ndihmon me ndjek Jezusin, a e shoh një thirrje për mu martu me atë person, edhe me të vërtet do të lavderoj Zotin me këtë martesë? Këto janë pyetje themelore. Që lëvdu Krishti.